Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete pjesë e listës së hapur në qarkun e Vlorës Brunilda Mersini ka zhvilluar një takim me banorët e fshatit Poro në njësinë administrative të Novoselës. Sipas Mersinit, Poro është një nga zonat me potencial të madh bujqësor dhe blektoral. Megjithatë, si shumë fshatra të tjerë, përballet prej vitesh me sfida të vazhdueshme si mungesa e investimeve në infrastrukture të tjerë. Këto janë çështje që kërkojnë jo vetëm adresim, por zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjata, thot Mersini. Bujqësia dhe blegtoria që janë burime të rëndësishme të ardhurave për komunitetin, duhet të trajtohen me prioritet, thot ajo, ndërsa fshati Poro meriton më shumë vëmendje për t'u kthyer në një vend ku banorët jetojnë me dinjitet dhe me mundësi. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Brunilda Mersini u takua edhe me banorë të lagjes 10 Korriku. Sipas saj, këta banorë janë të mrekullueshëm dhe përfaqësues të biznesit që kontribuojnë çdo ditë në jetën ekonomike të qytetit. U ndalëm në çdo derë, dëgjuam çdo shqetësim dhe ndam ide e vizione për të ardhmen, ndërsa sipas kandidates së Partisë Socialiste për deputete Brunilda Mersini, zëri i qytetarëve është udhërrëfyesi ynë dhe çdo problematik që ata ngren do të jetë pjesë e agjendës sonë gjatë mandatit të 4 qeverisës. Angazhimi i saj është i qartë, të punoj pa u ndalur për ta kthyer çdo lagje në një histori suksesi me zgjidhje konkrete dhe ndryshime të prekshme për të gjithë, ndërsa i ka falenderuar banorët për mbështetjen e ngrohtë. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës u ndal edhe në Muradije, në një kafe galeri, sipas saj, ku ndan jo vetëm kafen me të pranishmit, por edhe momente reflektimi dhe diskutimi mbi rrugëtimin e përbashkët në këtë ditë të rëndësishme të fushatës. Bashkë me kontribues të vjetër të Partisë Socialiste dhe banor të rajonit 1, ndam ide, kujtime dhe shpresa për të ardhmen, thot Mersini. Në këtë zonë historike që ka qenë gjithmonë zemra rahëse e qytetit, ndjenja e bashkimit, e përkushtimit dhe energjisë për të ecur përpara ndihet më fort se kur. Sipas Mersinit, fitoria 11 majit nuk është thjesht një datë, por një premtim për të vijuar me punë, me dashuri për komunitetin dhe me vendosmëri për të ndërtuar më të mirën për qytetin e Vlorës. Muradia, thot kandidatja socialiste për deputete, si gjithmonë jep zemër dhe forcë për fitore.